Ne do të ndalemi me kolegen ton Bleona Prengëzaj, e cila edhe ajo ka ndjekur që prej orëve të para të nisjes këtij procesi të gjitha zhvillimet. Bleona, të përshëndes, jemi së bashku në këtë komunikim të drejt për drejt, nëse kam gati regjia të ma mundësoj. Bleona, të përshëndes, jemi së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Çfarë është duke ndodhur aktualisht pranë qendrës votimit, ku ti ndodhesh e pozicionuar, si ka vijuar procesi, sa paraqitjet pjesëmarrja deri në këto momente, a ka patur problematika, a ka patur incidente të cilat kanë shoqëruar procesin e votimit deri në këto momente pranë qendrës votimit, aty ku ti ndodhesh e pozicionuar, dhe a ke patur mundësinë që të komunikosh dhe të kontaktosh me qytetarët, me ata të cilët kanë votuar deri në këto momente, mbase edhe për në një problematikë të mundshme të cilët ta kanë konfirmuar vetë votuesit? Albi, të përshëndes, ndodhemi në zonën e Astirit, pikërisht aty ku janë vendosur kontenierët për procesin e votimit ditën e sotme për banorët e kësaj zone. Ndihmën e operatorit do të kemi mundësi të shikojmë edhe kontenierët e vendosur, por edhe numrin e lartë të cilët votuesit janë në këtë zonë. Në fakt ne kemi qenë sërish në këtë zonë ditën e sotme rreth orëve të para të mëngjesit. Supozohej që votimi në këto qendra të vazhdonte në orën 7 të mëngjesit, ashtu si në çdo qendër tjetër sipas orarit zyrtar, por ndryshe nga qendrat e tjera të votimit, kjo zonë është përballur me problematika të mëdha, pasi ka patur vonesa lidhur me hapjen e këtyre kontenierëve dhe nisjen e procesit të votimit. Ashtu siç e theksova, ndodhemi në zonën e Astirit, në kontenierët që janë kthyer në qendra votimi, ku për disa orë nuk nisi procesi i votimit në orën që supozohej, edhe aktualisht shikohet që numri i votuesve është goxha i lartë, ndërkohë ditën e sotme, ashtu siç e theksova, rreth orëve të para të mëngjesit, ku ne ishim sërish në këtë zonë, ka patur radhë edhe më të mëdha të votuesve të cilët ishin në pritje. Me pamjet që na ofron operatori ynë, ne po shikojmë edhe qendrat e votimit të vendosura njëra pas tjetrës me numrat përkatës, por edhe një demonstrim të fletës së votimit, gjithashtu dhe rregullat të cilat duhet të ndiqen gjatë momentit të votimit, por janë të afishuara edhe emrat e qytetarëve në mënyrë që këto të fundit ta kenë më të lehtë për të gjetur qendrën e tyre të votimit. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm një numër shumë i lartë ndodhej para këtyre kontenierëve, duke pritur në radhë, pasi 22 qendra të cilat janë në këtë zonë nuk ishin ende gati. Siç mund ta shikojmë në qendrën e votimit 1537 vazhdon të ketë qytetarë të cilët kërkojnë numrin, kërkojnë emrin e tyre për të kuptuar se ku duhet të votojnë, por edhe qytetarë të cilët po presin në radhë për të votuar. Kjo është situata e cila pasqyrohet deri në këto momente në zonën ku ne ndodhemi aktualisht. E kuptoj. Bleona, nuk e di sa do të jetë mundur që të marrim prononcimin e votuesve dhe qytetarëve të cilët ndodhen pranë kësaj qendre votimi për ta konfirmuar dhe nga vetë zëri i tyre problematikën me të cilën janë hasur dhe vonesën e procesit të votimit. Po, Albi, ne do të tentojmë të marrim disa prononcime të personave të cilët kanë votuar ose ende po kërkojnë qendrën e tyre të votimit, por edhe për të kuptuar më shumë mbi problematikat të cilët këto të fundit kanë pasur. Shikojmë një zonjë, keni vështirësi për të gjetur qendrën tuaj? Vajza ime 14 vjet që është në Luksemburg dhe kanë shënuar emrin aty me që shënon shënimin tim. Po vi vërtet me për emrin nuk e gjej. Do të thënë vajza juaj nuk voton këtu, pasi jeton në një ka pasaportë italiane dhe jeton në Luksemburg. Ju keni ardhur tani duke kërkuar? Unë këtu jetoj. Jo, në sensin që tani po kërkoni për emrin tuaj? Tani po kërkoj që votoj. A keni marrë ndihmë nga personat përkatës? Jo, do shikoj deri në fund ai ka me emrin, dhe pastaj do t'i them atyre çfarë mund bëjnë. Se di. Faleminderit. Faleminderit.
Atëherë Albi, siç e dëgjuam edhe zonjën të cilët morëm një prononcim prej saj, kjo e fundit ka hasur problem me pjesën e emrit, pasi në shumicën e kontenjerëve nuk ka gjetur ende emrin e saj, ndërkohë ka hasur emrin e vajzës së saj e cila nuk jeton në Shqipëri, jeton në Luksemburg. Kjo e fundit, sipas zonjës, ka një pasaportë italiane dhe nuk voton fare në shtetin tonë, ndërkohë zonja, sipas asaj që ne transmetuam, do të shikojmë nëse do të mundet ta gjejë vetë emrin e saj në ndonjë nga kontenjerët për të votuar, nëse jo, atëherë sipas zonjës do të kërkoj edhe ndihmën përkatëse nga personat e autorizuar në mënyrë që ta ketë më të lehtë për të gjendur qendrën e votimit të saj. Leona, e kemi mundësinë që të kemi edhe zërin e qytetarëve të tjerë të cilët ndodhen pranishëm pranë kësaj qendre votimi? Sepse normalisht është në interesin tonë. Patjetër, Albi, do të kemi mundësinë të se çfarë është duke ndodhur në terren me të gjitha problematikat e saj. Patjetër, Albi, do të mundohemi të marrim prononcime të tjera nga qytetarët. Zotëri, përshëndetja, keni votuar? Votuam. Keni hasur ndonjë problematik në këtë zonë? Jo, qetë fare. Votova në ora 10. A kishte shumë radhë në orën që ju... Kishte. Kishte po me rregull. Nuk patë nështë. Faleminderit ajo, të mirë. Siç mund ta shikojmë, dhe zotëria e konfirmon faktin që gjatë orëve të para të mëngjesit ka pasur një numër të lartë personash në radhë. Kujtoj faktin që kjo rrallë e madhe e personave të cilët prisnin për të votuar në këtë zonë u bë për shkak se kontenjerët të cilët janë kthyer në qendra votimi hasën disa probleme dhe nuk u mund që procesi i votimit të niste në orën 7 të mëngjesit, ashtu siç ishte planifikuar për të vazhduar. Ndërkohë dua të sjell në vëmendje që ky proces votimi do të zgjasë deri në orën 19 të mbrëmjes, ku do të kenë mundësinë të gjithë qytetarët të votojnë, ndërkohë për sa i përket edhe votës së emigrantëve, orari i përfundimit të marrjes së këtyre votave është po pikërisht ora 19 e mbrëmjes. Leona, të falenderoj për informacionet dhe detajet e përcilla deri në këto momente. Ne do të jemi sërish në komunikime të tjera së bashku.